Ditën e dielshme, Egli Taku u largua përfundimisht nga gara për çmimin e madh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, dhe menjëherë pas daljes së saj, ka qenë Sara Gjordeni ajo që ka bërë një postim duke treguar se ai mirëpret në shtëpinë e saj sa të bëhet mirë. Tani që dole mos lexo asnjë koment, nuk je asgjë nga ata që thonë. Të pres me krah të hapur për disa fjalë zemre nga eksperienca, kurdo që ti të bëhesh mirë, ishin fjalët e Sarës, duke treguar në një farë mënyre se edhe Sara e ka vuajtur këtë periudhë. Kujtojmë se Egli për arsye shëndetësore ka ndërprer rrugtimin e saj, dhe me sa duket, Kapaku erdhi pas debateve të forta që ka pasur me Gjestin ditëve të fundit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.